Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Para se të konsumoni arra, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Fruti i arrës përmban deri në 60% yndyrë, gjithashtu përmban karbohidrate, albumin, fosfor, kalium, kalcium e të tjera. Është i pasur gjithashtu me vitaminën C, B, A, vaj etirik dhe lëndë, të cilat janë mjaft të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit. Lëngu që merret pas zjerjes së gjithëve të arrave përdoret tërësisht edhe për shëndetin tuaj. Gjithashtu, arrat janë një nga produktet më të mira ushqyese të cilat duhet jenë prezente të dietave tuaja. Ekspertët i cilësojnë arrat si një nga frutat më të mirë të cilat duhet të bëhen pjesë të pandara të ushqimit tuaj të përditshëm. Arrat kanë dyfishin antioksidantëve në krahasim me të gjitha frutat arror të tjerë, të cilët japin organizmit tuaj një sër benefitesh dhe gjithashtu mbajnë larg komplikacionet e tij. Sipas ekspertëve, arrorët janë në përgjithësi të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë mjaftueshëm arror në dietën e tyre. Arrat janë një zgjidhje e shëndetshme për të përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj. Konsumi i tyre brenda rregullit do t'i japë trupit shumë përfitime dhe do të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Një studim të cilit i referohemi sipas Healthline i cilësoi arrat si një nga produktet më të mira për njerëzit. Ekspertët tregojnë se duhet të hani të paktën 8 kokra arra çdo ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira. Në veçanti, ngrënia 8 arrave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu. Përveç se janë të pasura kështu me antioksidant, ato përmbajnë edhe element shtesë ushqyes për organizmin. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e arrave përveç se ato përmbajnë fibra, proteina, vitamina, minerale, do të ofrojnë një sër benefitesh të rëndësishme në shëndetin e njeriut. Arrat kanë efekte pozitive për shëndetin e trurit dhe gjithashtu japin rezultate të shkëlqyera në rritjen e performancës së kujtesës suaj. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor. Gjithashtu janë një zgjidhje produktive shumë e rëndësishme për organizmin. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë, për sa u përket efekteve pozitive që kanë edhe arrorët në shëndetin e njeriut. Sipas tyre, antioksidantët të cilët gjenden me shumicë të arrat janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën E, një element i domosdoshëm në mbrojtjen e shëndetit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë arrat duhet të jenë pjesë prezente përbërëse dietave tuaja. Sipas tyre, duke ngrënë të paktën 8 arra përpara buke, njeriu do të humbasë peshën e tepër trupore, do të parandalojë gjithashtu fryrjen e trupit dhe mbi të gjitha do të japë një rezistencë më të mirë të organizmit. Ato ofrojnë proteina, vitamina dhe minerale, të cilat janë elementet tuaj jetësor më të rëndësishëm në rritjen e fuqisë së trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Konsumi i arrave në dietën tuaj do të pasurojë shëndetin tuaj. Fibra është shumë e mirë për sistemin tretës, gjithashtu edhe për mirëqenien. Një grusht me arra ofron rreth 2 gram me fibër, një sasi që nuk shkakton probleme në organizëm. Por nëse ju tashmë keni nisur një regjim ushqimor të pasur me fibër, atëherë arrat duhet të jenë pjesë prezente e dietave tuaja, duke ofruar gjithashtu një përmirësim më të mirë të tretjes dhe rritjen më të mirë të fibrave në dietën e përgjithshme. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për ata personat të cilët vuajnë nga pesha e dobët. Arrat konsiderohen një ushqim që sjell shumë energji për organizmin dhe mund të japin gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë drejtim. Konsumi i arrave vazhdimisht do të përmirësojë peshën tuaj trupore dhe gjithashtu do të parandalojë komplikacionet tuaja. Një filxhan me arra ka rreth 765 kalori.
Megjithatë, fal yndyrnave të shëndetshme dhe fibrave që ato përmbajnë, arrinë të ngopin njeriu më shpejt dhe gjithashtu eviton edhe konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Konsumi i arrave në dietën tuaj do t'i japë një zgjidhje më të mirë edhe për rritjen e përfitimeve të shëndetit, madje edhe në rënien e problemeve të tij. Konsumi i arrave do të ushqejë trurin. Siç e përmendëm edhe më herët, arrat konsiderohen si një nga frutat më të mirë për shëndetin e trurit sepse do t'i japin të gjitha lëndët ushqyese më të rëndësishme të tij. Nëse doni të keni një kujtesë më të fortë edhe me kalimin e viteve, atëherë përfshirja e arrave në dietën tuaj duhet të jetë gjithashtu masa më e domosdoshme ushqyese në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Fal yndyrnave omega-3 që ato i përmbajnë me shumicë, do t'i japin trupit një sër elementësh ushqyes mjaft të rëndësishëm në rritjen e vlerave të shëndetit të trurit. Gjithashtu, arrat ndihmojnë edhe njerëzit që duan të bien nga pesha. Nëse doni të keni një peshë më të shëndetshme dhe të mos vuani nga komplikacionet e saj, atëherë arrat duhet të jenë pjesa më e rëndësishme e dietës suaj. Sipas një studimi të fundit të cilit i referohemi sipas Healthline, doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra çdo ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrorëve parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe gjithashtu problemet e radikaleve të lira. Në veçanti ngrënia 8 arrave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës. Ndaj, ato konsiderohen si një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu. Përveç se të pasura me antioksidant, arrat përmbajnë fibër, protein, vitamina dhe minerale mjaft të rëndësishme për shëndetin tuaj. Ato do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin mendor. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit tuaj mendor. Arrat ndezin edhe plot 30 transmetues nervor të trurit, çka do t'i japin rezultate të kënaqshme për shëndetin e trurit dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të keni një kujtesë më të fortë, atëherë përfshirja e arrave në dietën tuaj do të përbëjë një faktor të mirë ndikues në rritjen e vlerave tuaja dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e 10 arrorëve të ndryshëm, ku i cilësoi arrat si një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin e trurit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Ekspertët mendojnë se arrat janë një zgjidhje shumë e mirë për të rritur performancën e kujtesës, fal acideve yndyrore omega-3, antioksidantëve dhe vitaminës C që ato e përmbajnë me shumicë. Nëse doni të keni një kujtesë më të fortë dhe të parandaloni gjithashtu rënien e fuqisë së trurit tuaj, atëherë arrat duhet të jenë pjesa më e rëndësishme e dietës së përgjithshme. Arrat janë ndër frutat më të shëndetshme për shëndetin e njeriut. Mjekët i rekomandojnë arrat si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në parandalimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e vlerave të trupit. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë tek arrat ndihmojnë në zhvillimin e trurit, në përmirësimin e kujtesës dhe parandalimin e procesit të rënies së njohjes. Kështu, ekspertët i cilësojnë ato si një nga frutat më të rëndësishëm edhe për personat që vuajnë nga depresioni. Arrat janë tepër ushqyese për organizmin dhe parandalojnë komplikacionet e tyre. Vitaminat dhe yndyrnat omega-3 që gjenden te arrat janë të shëndetshme për trurin, parandalojnë komplikacionet e tij. Vitaminat, minerale dhe antioksidantët e arrave janë një zgjidhje produktive në rritjen e performancës së trurit dhe parandalimin e komplikacioneve. Nëse doni të keni një shëndet më të mirë të trurit, atëherë përfshirja e arrave në dietën tuaj do të jetë çelësi më i mirë ushqyes në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.